Përshëndetje miq të emisionit ton. Sot, së bashku me Alketën, një partnere që tregton produktet tona në Gjermani, por që historikisht më parë e kemi pasur edhe paciente, të trajtojmë një temë për diabetin. Çfarë është? Çfarë simptomash ka? Nga se mund të shkaktohet dhe si mundet që mjekësia alternative të ndihmojmë organizmin në uljen e asaj glicemisë të vazhdueshme të sheqerit në gjak. Shkurt, të largojmë sheqerosjen e organeve të njeriut nga prania e vazhdueshme e nivelit të lartë të glicemisë në trupin e njeriut. Çfarë simptomash mund të ketë një diabetik? Ajo mund të fillojë me një tharje të lehtë të gojës, ajo mund të fillojë me një etje të shtuar të personit, ajo mund të shfaqet me një pas pirjes së shpesht të ujit edhe me një urinim të shtuar dhe mandej simptomat sikur agravohen. Pra, nëse një person nuk e di fare që është diabetik, por ka tharje goje, pin shpesh ujë dhe ky ujë e kalon atë sasinë, le të themi 2 litrshe, ka tendencë të urinimit të shpesht dhe vazhdoi më tutje një këputje të trupit e shoqëruar edhe me një shtim të sasisë të sheqerit, pra sikur trupi ka nevojë për të konsumuar sheqer dhe njeriu u drejtohet më shumë ëmbëlsirave, atëherë ju duhet i drejtoheni mjekut për një ekzaminim mjekësor. Diçka ka ndodhur me pankreasin tuaj. Nuk funksionon normalisht, mundet që ky të prodhoj më pak insulinë se sa ka nevojë organizmi, ose trupi juaj mund të jetë bërë rezistent karshi insulinës. Pas ekzaminimeve mjekësore, nëse vëmë re që niveli i glicemisë është i lartë, atëherë, krahas medikamenteve farmaceutike që ju do të merrni, unë do të këshilloja të përdorni disa bijë mjekësore që praktikisht nga përvoja jonë kemi ndikuar fuqishëm në uljen e glicemisë, në rikthimin e aktivitetit fizik të organizmit dhe njëkohësisht në trajtimin dhe në mbajtjen sa më gjatë të vlerave ose të parametrave homostatik brenda normave. Siç po më shikoni, kam edhe një medalje të Republikës Kosovës. Po këtu në figurë më duket, ne jemi 2 persona. Atëhere, pse e kam vendosur unë këtë? Pra një vajzë e vogël, e cila u diagnostikua me diabet të tipit 1, ku insulina e prodhuar nga pankreasi mund të themi është krejtësisht 0 ose shumë e pamjaftueshme, dhe kjo gjimnaste për shembull harriti që të linte, pra kjo kampione e Kosovës, të hiqte dorë nga aktivitetet për shkak se ju këputën të gjitha fuqitë e saj fizike dhe filloi me të vërtet të kishte një terr në veten e saj. Ne ju gjendëm pranë. Po si? Po ja, me këto produktet që ne kemi sjell këtu. Si e kompozuam neve një recetë për trajtimin e diabetit 1 dhe të tipit 2. Duke kompozuar këto produkte me bijë mjekësore natyrale dhe me disa produkte perime që na ndihmojnë në këtë drejtim, ne synuam së pari të ngushtonim, të ndikonim në qime thise për të ngushtuar atë diametrin e tyre, për të mos ta kapur atë molekulën e sheqerit, që është me 11 molekula karbon, të glukozës dhe të fruktozës, që është si thua coptimi i molekulës së sheqerit. Pra, një individ me diabet të konsumojë sheqer gjithmonë në sasira të moderuara dhe qime thithse përsëri këtë sasi sheqerit të marrin shumë pak e pjesën tjetër ta jashtëqitin. Në këtë mënyrë ne mbrojmë organizmin. Një mënyrë tjetër të nxitim pankreasin që të prodhojë më shumë insulinë, si të thuash, të pastrojmë ato qelizat e ishujve të Langerhansit dhe të bëjmë që gjaku aty të hyjë më lirshëm dhe të përmirësojë funksionin e pankreasit. Pra, të na ndihmojë edhe në drejtim të tretjes, sidomos të proteinave, por të na prodhojë insulinë dhe kjo insulinë të shkojë të digjet nëpër indet tona. Dhe
Kjo me të vërtet funksionoi mrekullisht mirë. Jo vetëm te kjo vajza e vogël kampione e Kosovës, që ne e rikthyem në jetë dhe kjo pasi shkoi dhe u paraqit aty në gara në Selanik, mori medaljen dhe më tha, kjo nuk më takon mua, kjo ju përket ju. Dhe unë prandaj e mora sot, edhe për ta falënderuar, s'po ja përmendim emrin zonjushës, po është me të vërtet një angjëll i ndritur në fushë Kosovë. Ne gjithmonë do t'i jemi gjendur dhe do t'i jemi pranë kësaj kampione e Kosovës. Dhe tashmë, për diabetin e tipit të 2, mund të flasi edhe Alketa. Atëherë, unë do thosha, doktor, çfarë ndodh kur gjaku bëhet sherbet? Në rastin tim, ishte në bazë të ilaçeve që edhe pankreasi u prek si organ, dhe fillova këtë kur. Mora çajin glukomer dhe përdorja 3 herë në ditë nga një gotë, mbas buka. Krahas asaj hidhja dhe vjeshtull bredhi në të, sepse këto të dyja kombinonin jashtëzakonisht mirë. Gjatë ushqimit, për ta thyer sheqerin në gjak, neve në ushqim kemi qoftë në patate, vetëm ujë nuk ka sheqer, çdo ushqim ka sheqer, e konsumoja në mëngjes me mysli dhe gjatë ditës nga një lugë me pak kos ose me ujë bitamelon pluhur që mund ta masësh para ushqimit, mbas ushqimit, kjo bënte mrekulli. Dhe vazhdo më bën. Bitamelon e kemi edhe si frut, varet nga shija, çfarë kërkon njeriu, dhe gjatë ditës unë konsumoj 3 herë në ditë nga një lugë në një gotë ujë nga usulla e mollës të egër, e cila dhe kjo ndihmon për uljen e sheqerit në gjak. Tek sheqeri është një diçka shumë e thjeshtë, sepse ne e masim sheqerin para buke, mbas buke, para produktit, mbas produktit. Ndoshta mund të tregoj ajo që më ndodhi dje. Kur vi në Shqipëri, unë ha gjithmonë lakrat e egra, dhe zonja që mi zjeu dje, kishte ardhur esëll e kishte pasur sheqerin 190. Basi unë hëngra mëngjesin tim, i dhash një lugë bitamelon, dhe kur shkoj në shtëpi e pyeta, a e mate sheqerin? Po, më tha në telefon. Sa e kishe? 107. Se kam patur ndonjëherë kaq ullët, tha. Ishte vetë shumë e çuditur. Po. Për mua nuk ishte habis se unë e përdor. Pra, çfarë është bitermeloni? Ashtu si që është pjepri ose trangulli, po pjepri i ëmbël, bitermeloni është një pjepri i hidhur. Bëhet tamam si trangulli, por si me gjëmba në sipërfaqen e jashtme të lëkurës. Ky mbasi thahet dhe bluhet, merr këtë formë. Nëse një person diabetik ka, le të themi, aciditet të shtuar në stomak, ka dhimbje dhe fryrje të zorëve, dhe nuk e pëlqen uthullën e mollës, atëherë bitermelonin mund ta përdori siç e përdor Alketa. Për shembull, tregova si veproni juve praktikisht. Bitamelon, unë hedh një lugë çaj, 2 lugë kos, kur ndodhem në shtëpi, dhe e konsumoj. Në qoftë se jam rrugës, unë këtë e kam, është e imja, është nga çanta, prandaj është e hapur. Kur jam rrugës, e hedh një lugë të tillë çaj në një gotë ujë dhe e pi. Pra, një përdorim shumë i thjeshtë. Këtë përdorim neve mund ta bëjmë edhe kështu. Hedhim këtë sasi të bitermelonit, më pak sigurisht për fëmijët, hedhim 2 lugë gjelle musli, mund të shtojmë dhe 1 lugë kafe vjeshtull të bardhë, viscum album. E përziej mirë, e lëm afërsisht 5 minuta, mundet që të shtojmë në të edhe kardiomer 1 lugë gjelle, nëse kemi ndonjë edhe luhatje, tendencën e rritjes të tensionit, dhe sidomos kur ky është i paqëndrueshëm, dhe ky bëhet me vërtet një mëngjes shumë i shëndetshëm, edhe antidiabetik, edhe për të përmirësuar qarkullimin e gjakut. Po çfarë mund të përdorim tjetër? Unë përmenda një fakt dhe thash, nëse arrijmë të ngushtojmë enët e qarkullimit të gjakut në zorë, ne paksojmë sasinë e përthithur të sheqerit në gjak në mënyrë të padiskutuar. Le të marrim gjithë ultësirën perëndimore të Shqipërisë, e cila ka shumë banor që janë me diabet, po që ka edhe bimën e hurmës, po që ka edhe radhiqen, qumshtoren dhe lëpjetën,
atëhere kjo mundësi realizohet 100%. Pra të ngushtojmë enë të qarkullimit të gjakut në zorën e trash dhe në zorët e holla. Si mund të veprojmë praktikisht? Marrim afërsisht 5-6 gjethe hurme, një dorë me qikore, gjethe qikoreje ose radhiqe, edhe 3-4 gjethe lëpjete. I zjejmë afërsisht në 1 litër ujë dhe këtë ujë e pim gjatë ditës si një ujë të pasuruar me disa mikroelemente. Do të vëmë re që nga përdorimi i këtij çaji ditor, do të na ulet ndjeshëm niveli i glicemisë. Provojeni dhe do të jeni të kënaqur. Po cilët nga gjellët do të jenë më të pranishme dhe më të pëlqyeshme për një diabetik? Mos harroni, perime antidiabetike në vendin ton ka boll me shumicë 12 muajt e vitit. Prasi dhe bamja. Si mund të veprojmë praktikisht? Përgatisim një gjellë antidiabetike të pasur me pras, të mbushur me fibra dhe plot me mikroelement. Dhe kur ne ta konsumojmë, do të realizojmë atë uljen e glicemisë në gjak, përmirësimin e funksionit të insulinës dhe ky rezultat do të jetë i dukshëm. Prasi mund të shoqërohet me perime të ndryshme, me brokull, me speca të verdha, ndoshta edhe karot. Gjella tjetër e diabetikut le të jetë bamje, 5, 6, 7 bamje, pak karota, speca të verdha dhe ndoshta edhe diçka tjetër që ky ta pëlqej. Por në përqindjen më të madhe le të jenë bamjet. Konsumimi i kësaj pjate antidiabetike do të jetë e dukshme që brenda 2-3 ditëve të para. Po më tej, si mund të veprojë një diabetik? Le të marrim një gjysmë kilogram miell misri, ta hedhim në një tigan dhe ta kaurdisim, sikur do të bëjmë hallvasi. Nuk do të shtojmë as vaj ulliri, as ndonjë vaj tjetër. Veç se do të razoj në mënyrë që ky miell i misrit të marri atë ngjyrën e miellit sikur unë do të përgatis hallvasin. Pra një ngjyrë të kuquremtë. Çfarë ndodh në të vërtetë? Misri ka një nivel të lartë të sheqerit. Por kur ne e kaurdisim, këto vargje të sheqerit pra fillojnë të këputen dhe një pjesë e mirë e tyre oksidohen. Atëhere, gjithë mikroelementet e tjerë janë antioksidativ, më mbushin me fibra, më mbushin me mikroelement që më kryen dhe një funksion shumë të rëndësishëm në organizëm. Ulin nivelin e glicemisë. E si mund ta përdorim këtë miell të kaurdisur? Mbasi e kemi hequr nga soba, që ka marrë atë ngjyrën karakteristike të kuqurent, e lëm të ftohet, këtë miell e ruajmë në frigorifer dhe çdo mëngjes tek pjata e kosit shtojmë këtë sasi të biter melonit, shtojmë afërsisht 2 lugë gjelle musli dhe 1 ose 2 lugë gjelle nga misri i kaurdisur që ju e keni përgatitur 1 ose 2 ditë më parë, ose qoftë edhe 1 javë. Mielli i ruajtur në kushte të mira nuk prishet, nuk oksidohet, nuk toksifikohet. Veç është një ushqim shumë i shëndetshëm për diabetikun. Nëse kemi tendencën e rritjes së një diabeti, ose ky është i paqëndrueshëm i luhatshëm, atëhere zonja Alketa ka provuar të shoqëruar çajin e diabetit bashkë me lakrat e egra. Mund t'ua tregosh këtë përvojë? Mëngjesi që haun janë mysli, bitamelon dhe s'pas ka dal kemi suplementin Cardiomer, i cili më ndihmon, sepse doktor, kush ka diabetin ka probleme me veshkat, me sistemin kardiovaskular dhe organet tretëse, dhe me zorën e trashë. Dhe sidomos kur këto nuk funksionojnë mirë, ta dini që e rrisin nivelin e sheqerit në gjak 15-20% a priori, kotë së koti. Neutralizojmë këto efekte dhe kemi ullur edhe sheqerin në gjak. Pra ky ushqim, ky mëngjes që juve përdorni, është jo vetëm antidiabetik, por na ndihmon më së miri edhe në qarkullimin e gjakut tek veshkat, tek zemra, tek zemra, tek zora, tek zorët e holla dhe tek zora e trash. Dhe është një mëngjes i cili ka plot fibra. Na ndihmon në jashtëqitje. Është i përmbushur, po. Ky ishte emisioni për sot.
Jam i bindur që shumë diabetik do ta dëgjojnë me shumë vëmendje dhe do t'i ndihmoj këta në jetën e tyre të përditshme. Mirupafshim në emisionin e radhës.